Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Këtu janë, në këtë vend, janë të varrosun 70 pi shahidave, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë ra dëshmor shahida në luftën e Uhudit, një prej luftave më të mëdha që kanë ndodhur në historinë e Islamit. Në mesin aty ne ka qenë edhe kush? Axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hamzai. Hamzai ka qenë njeriu më të rrim që ka njoft në atë kohë njerëzimi. Për njerëzve më të rrim që ka njoft njerëzimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtu axhen e vet, që aq i fortë, edhe aq të rrim ka qenë. Domethënë aty përballë nuk ka pas mundësi t'i dalë dikush në dy luftim. Derisa e ka emërtu Esadullah, luani i Allahut. Kur pasi që ndodhi ajo që ka ndodhi në mesin e muslimanëve, që e thyn urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë u mbyt edhe axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u mbytën edhe shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa arriti numri mbi 70 shahida. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i varrosin në këtë vend. Krejt ato janë të varrosun këtu. E këtu kur vim, preferohet që t'u japim selam banorëve të Varreza. Preferohet si duhet thomi Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju o banorët e Varrezave besimtar. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Ju na të kaluat neve, ne do të vim pas jush. Nas'alullaha lana wa lakumul afia. Elusim Allahun për ne edhe për juve për shpëtim, që të na shpëtojë në botën tjetër. Preferohet që kjo edhe preferohet që të lutet njeriu që Allahu azza wa xal ti ka plon me mëshirën e tij, dhe pse ato janë të garantuar domethënë me xhennet bi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë njerëz që dihet saktë se janë xhennetli, sigurt që janë na përvarra, janë që këta persona këtu 70 shahida dëshmor. E tash do dalim në atë pjesën tjetër atje edhe do shpjegojmë domethënë si ka ndodhur lufta e Uhudit. Kodra e Uhudit vëllazni është në kjo këtu. Jo ajo atje ku do shkojmë, në aton ku do shpjegojmë luftën. Kodra e Uhudit fillon pikë këtu. E shihni? Pikë këtu, e në është kështu, 7 kilometra e gjatë. Sa është e gjatë? 7 kilometra. 1 kilometër është e naltë. 1 kilometër, 1000 metra është e naltë, e në 2 kilometra është sa? E gjonë. 2 kilometra është e gjonë. Kjo është, domethënë, kodra e Uhudit në pika të shkurtra